Të nderuar teleshikues, përshëndetje. Unë jam Roland Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Mes lajmeve të shumta të politikës dhe asaj politikës së ngarkuar, protestës dhe shumë lajme të tjera, kemi dhe lajme të mira nga arti, nga kultura, nga media. Bashkia e Gjirokastrës më ka bërë shumë përshtypje dhe unë e kam parë këtë si një lajm shumë të mirë. I jep titullin qytetar nderi i këtij qyteti, e kësaj bashkie, Roland Tashës. Ky është çmimi ose vlerësimi me motivacionin për kontributin e dhënë në vite për promovimin, rijetësimin dhe transmetimin në breza të vlerave karakteristike të qytetit Gjirokastrës, pjesë e trashëgimisë kulturore botërore të UNESCO-s. Ja, ky është çmimi. Po kush është Roland Tasha? Unë besoj që ka shumë shqiptarë që e njohin, mund të ketë shumë pak që se njohin ose e njohin pak. Unë kam cilësuar Magellani fotografisë shqiptare. Pse? I ka rënë botës nga cepin cep për çfarë? Për të fotografuar shqiptarë. Dhe nuk e ka bërë askush. Dhe kjo është e jashtëzakonshme. Nuk ka shkuar vetëm për cepat e Shqipërisë, por në gjithë cepat e botës dhe ka fotografuar shqiptarë, si jetojnë ata atje, si kanë arritur ato të integrohen në shoqëritë përkatëse veçanërisht në Perëndim, dhe kjo ka sjellë një vlerë pasurore të madhe, jo thjesht për shqiptarët atje, por për gjithë shoqërinë shqiptare që ne që jetojmë këtu. Ka një histori karriere shumë interesante, por dhe histori jete. Për këto do flasim sot. Unë kam ftuar Roland Tashën, një mik i vjetër, por një koleg dhe një njeri mirë mbi gjitha dhe që e do shumë punën e tij. Roland Tasha, të falenderoj shumë që je në emisionin tim. Faleminderit për ftesën. Urime për këtë çmim. Faleminderit shumë. Bravo Bashkisë Gjirokastrës që ditë vlerësoj, sepse unë e marr me mend se për çfarë kam bërë atë vlerësimin tënd. Jo thjesht se ka bërë foto ty te pazari dhe i ke botuar, por ne do flasim për këtë dhe megjithatë bravo dhe Bashkisë Gjirokastrës që ka bërë këtë vlerësim. Në rast edhe unë falenderoj bashkinë, prefekturën, për këtë çmim që për mua është një vlerë edhe është një nder. Tani, Landi, se ne jemi adash, ti ke lindur në Tiranë. Po. Ti je nga Gjirokastra? Jo. Nga je? Unë jam me origjinë korçare, po më thellë jam bleskoviçare, pastaj më thellë jam suljote. Do Suli që është Suli, po. Jashtë kufive tanë. Po, jashtë kufive, po. Do dhe ti s'ke lidhje me Gjirokastrën? Jo, s'kam lidhje. Atëherë ky çmim për ty vlet, ti pas ke marrë 2 çmime. Absolutisht. Se ty mund të kishe dhënë çmim, ty mund të kishe dhënë titull qytetar nderi dhe Korça dhe Tirana? Po, ma thanë edhe në atë kur nxorë çmimin, po Tirana thanë, po Kolonja thanë, më thanë, po Korça është. Po ta marrësh nga një që s'ke rrënj, kjo është. Por që sidomos. Dhe ta marrësh nga Gjirokastra, ë? Po që. Tani më fal tani se nuk është e lehtë ta marrësh nga Gjirokastra. Biles dikush në ta Holand mos bëhesh si Gjirokastritës, mos ta bëhesh kursimtar është kështu. Me të qeshur me fjalë, por që jo, për mua është vlerësim, edhe është nder. Jo, të vlerësoj Bashkia Gjirokastrës. Ajo që më bëri mua të jem pjesë e këtij është patjetër libri i Kadaresa dhe i Gjirokastrës. Këtë do thosha unë e the vetë. Do të thënë, ajo që ti mund ta quajmë këtë kryevepra jote? Po një nga librat më të mirë që kam unë, po, mund ta quaj. Ky është libri i Roland Tashës, Kadare Gjirokastra. Do të thënë, Kadare dhe Gjirokastra është një, kur themi Kadare kuptojmë Gjirokastra, kur themi Gjirokastra kuptojmë Kadare. Është një binom, dhe titullin ka vënë shumë bukur. Dhe në këtë e ke botuar në vitin? Po kjo është botuar para 4-5 vitesh, para se të ndronte jetë Kadarea. 2020. 2020, po. Tani pse bëre këtë album? Po sepse unë e bëra sepse kisha arkiv. Kisha fotografi plot me Kadare në Gjirokastër, kur ai kthehet në vitin 2000, që kthehet nga Franca, bën një udhëtim në Gjirokastër. Unë duke pasur një njojtje që nga Parisi, kur kam qenë me bursë me Ismailin, ashtu dhe duke pasur mik edhe Bujar Hudrin, botuesin e tij, bëm një vizitë në Gjirokastër ku qëndruam gati 3 ditë atje, dhe megjithatë unë e kisha fotografuar Kadaren sa në Paris, sa në Torino, sa në Athinë, por fotografimi në Gjirokastër mua më la mbresa, sepse atje dhe Ismail ishte tjetër, sepse ishte në vendin e vet, kisha. Ja, kjo është Gjirokastra. Ja, që ta Landi, kjo nuk është fotografi, kjo është pikturë.
Gjirokastra, unë edhe kur jam nisur për ta bërë, e kam fotografuar gjithmonë në gri sipas Kronik në Gur, sipas Qyteti pa reklama, sipas Kadares. Prandaj ke vënë këtu ti citimin. Absolutisht. Do të thënë, ky ishte një qytet i çuditshëm, që duke sikur kishte dalë në lugim pa pritur një natë dimri, si një qenie parahistorike dhe duke u kasavier me mundime të mëdha, i ishte qepur faqes së malit. Interesante, edhe unë e ndjeja këtë, e kisha të lexuar, të lexuar Kadaren dhe megjithatë që Kadareja ta jep të ndjesi, kjo Gjirokastra ta jep të ndjesi, shumë i veçantë si qytet i gurt, edhe njëkohësisht gjatë fotografimit unë doja patjetër një Gjirokastër gri, Gjirokastër me mjergull. Me mjergull. Sepse mundësisht edhe me shite ishte, ku të ishin patjetër këto anetë, ku të ishin patjetër. Dhe kështu që e kam mbajtur kështu. Si e prisnin Ismail Kadaren Pleqt? Po, këto ishin edhe bashkë moshatarë. Si e prisnin? Mirë, por kanë karakteristika këto gjirokastritët, në fakt se kanë edhe atë tonin, që për neve duket sigur homoti, se kështu e kanë mënyrën. Kështu i thoshin, homoti i thoshin, erdhe ti? Jo, kjo mirë, po kur shkuan në Asim Zeneti në gjimnaz, ky pati një me gjimnazistët. Pati një takim. Unë bursht. Edhe unë vija nga Kadareja, vija direkt nga Athina, që e kishë pritur ato aristokratët, ose të gjithë fisnikët e Athinës të dhe, e kishën pritur me pompositet, dhe vija tjon, dhe i thoshin këto gjimnazistët me tonë, po tyre, pse ike? Po paka shumë këshu i flicin. Edhe unë thash, si ka mundësi t'i flasin? Se ike do të ike nga Shqipëria? Se ike nga Shqipëria, pse u largova, diçka të tjetë, po kështu e kishë mënyrë të folur. Dhe i thoshi Gjirokastritë, ore ti pse ike? Edhe i themën të nesme në Elenës, po mirë ma po ato, thash, Jolanta, si i flisin në shu Ismailit, Jolanta, aji, ishte në takëmin e vetë, ishte në atë të vetë, në thash, në djerë, aji si i lumëtur. Kështu tha Elena? Kështu tha. Dhe me gjithmonë ato 2-3 ditë, a ishte tjetër njeri. Ishte i gëzuar sepse kujtonte fëmirin, ishte vendi vetë, dhe kjo më bëri përshtypje në fjalë. Dhe këto të moshuarit, ose kjo mënyrë të folurit, kanë interesante këto të Gjirokastrës në fjalë si. Po këtu ti, do të thënë, po shkruan, po jep autografin në një letër dhe ajo në kurrizin e një vajze? Po, jo biles jemi ke Hotel Tirana atje. Tu, në Tiranë? Edhe s'kishte këllëshu, këthe mbrapa i, edhe kështu duke qeshur e vajze, i kërkoj një autograf, këtheu. Dhe këtheu, tha, dhe vendosi në kurrizë? Shumë e bukur, shumë e bukur, shumë e bukur. Ajo vajza e vogle, ajo tjetër që ka dalë ty, është një drejtoreshe madhe. Kush është? Ja, jo, një, Juni, quhet. është drejtoresh në Paris, drejtoresh e muzeve. Paris, e gjithë Francës. Kështjella ishte e lashtë, ajo kishte pjellë qytetin. Fix. Shumë e bukur, shumë e bukur, shumë e bukur. Do të thënë, kjo është kryevepra. Lan tasha që ke bërë me këtë lan. Osa e bukur. Identifikohet me njerë. Po këndi që ti ke marrë aty është jashtëzakonshëm asaj. Se kjo rrugë aty është, nuk lëviz. Merret veshmi. Felsa shef të rrugë, merret veshmi. Osa e bukur. Edhe i mbajtur në gri, si të thash. Dhe ky portret është i jashtëzakonshëm. Edhe ky portret i jashtëzakonshëm i Kadares. I jashtëzakonshëm. Kjo është kryevepra jote. Kemi disa fotografi adash që ne do t'i shfaqim. Ja, tani do flasim çike edhe për ty tani, se do flasim vetëm për thjesht veprat e tua. Tani kush jeti këtu nga këta 3 fëmijë? Po ja, ky i madhi mi fjalë. I madhi. Ky duhet jemi. Janë prindit e tu? Prindit e mi. Si quhen? Babai quheshe Arilla, mamaja Thekla, motra Giulietta dhe Esmeralda. Çfarë punë bënin prindit? Babai kur erdhën nga Korça, ta kishin një punisht tek Pucësh. Po. Bashkë me vëllezërit. Dhe bashkë me vëllezërit kur erdhën nga Korça në vitet 50 u atashuan të gjithë në fabrikën e Pucëve. Tu, Tiranë. Në Tiranë. Kishin një fabrikë punishte lëkure, edhe me këpucë në Korçë, që e kishin të trashëguar që me Lesoviku. Dhe u vazhduan aty pasaj? Dhe vazhduan, sepse ai ishte profesionit tyre. Foto tjetër të tregojmë, po cila ishte lidhja jote me fotografinë? Këtu? Unë jam me 2 motrët. Me 2 motra, motra binjake? Jo, ka një vit diferencë, po ngjajnë, sepse ka një vit diferencë. Gjulli është në Kanada. Ke në Kanada motrën? Po, motra është në Kanada, Alda është këtu.
dhe janë mirë si me punë, si me prindit, si me... Foton kush e ka bërë? Po këtu janë fotot ke Lulishtja. Te Lulishtja? Tani, mos më thuaj që kur ke bërë foto të Lulishtja, thoshe do bëjmë unë si ky fotograf. Ja, absolutisht. Asnjëherë? Kisha iden, jo, ase kisha iden. Po çfarë ndodhi, su bëre ti fotograf? Po, rastësisht. Ja, mos kemi foto tjetër që na tregojnë një element, foto tjetër? Këtu me aparat. Dita e parë, me fjalë kur fillova punën si fotograf. Kjo është dita e parë e punës, Po, dita e parë. Po, dhe si fillove, si? Po ishte shumë interesante fillimi, sepse neve lanë mbaruam ushtrin, dhe do të shkoje ke zyra e punës, e lagjes, që të... Ku e bërë ushtrin? Unë e bërë diku në Zaller. Zaller, po tu pas ke qenë, Tiranë? Po, në Tiranë, njëre partë tankesh, njëre partë... Tankist? Jo, u mesha me optikën, edhe atje më eci shanci me optikën, pastroja këto optikën e tankeve. Po me optikën pas ke qenë qik fotograf dhe atje? Po, ta mua, mishtë qik fotograf, por që se kisha ide në profesionit, edhe shkoja në zyrën e punës, dhe më thot aja gruaja, më thot qikotët se do të gjej një vënd interesant punë, po do vishë të premten, si që ishte gjdo të premten shkoja unë, po kaloj një muaj, po kaloj 2 muaj, po ki parasysh në vitet 82 nuk të lini të rrje rrugëve pa punë, edhe më thoshin prindit, më qarë po bëhet, qësë po bëhet, kur befas më thot një ditë që, po thot, të erdi ajo më, vëndi punë, thot, do fotograf, të shumë se kisha iden, mora letrën edhe kajt një tartë shpion, vi në shpi, po ku fotograf? Fotograf në ato kohë bëshe fjalë për fotograf në ndërmarrjen komunale, në fotograf në ke Lulishtja. Te Lulishtja? Ke Lulishtja, ato ishe në... Aty të caktuan të? Po, aty. Po, ajo ishte vëndi... Do dhe fotograf te Lulishtja, më pas Skënderbeu. Po. Edhe shkojmë në shtëpi, them kështu, që shkjo, thot mamaja, ku dhe më qarë shkjo fotograf, se kishim i denqu, u thot, shko, thot i qi ke Tezja. Tezja, burri Tezës ishte operator, Beqir Daremi. Jati i Benit, një fjallë, operator nga të parët, një fjallë, thot sa mirë të të ndekë. Daremi, aktori? Aktori, ja. Edhe kështu që, edhe i mdha i dorë, një fjallë që, shumë mirë ndekë. Do dhe në i të mbështeti? Më mbështeti. Shkove ti? Po, shkova dhe fillova, këtu ku jam unë këtu. Ku je këtu? Është një dyqanit ku fillova punën për herë të parë, ishte dyqani fotoqastit që ndodhet 50 metra, 100 metra si për Pazari 3, ke rruga Qemal Stafa. Ishte një dyqani vogël ku bëheshin fotografitë e pasaportave. Tu punova gati një vitën, 82-shin. Do dhe nuk dile jashtë? Jo. Ishe brënda? Ishe brënda, fotografonim në i beze jashtë, pastaj vinim i printonim, i lanim, i staponim. Po pastaj të Lulishtja kur dole? Pastaj kur largohem prit nej, më quan në 83-shin, ku punova 2 vjetë ke Lulishtja. Tani, për para se 2 vjetë të Lulishtja, cila është foto e parë që ke bërë ati në studio? Po, fotografia e parë... E mbaj mënd, ishin kështu fotografi pasaportash, dhe aty u ndruan pa. Bile, ishte u fu dhe në fjallor këtu, a mund që ke dalë kështu si për pasaport. Si për pasaport, që ishte fotografia më serioze. Më e thjesht, një fjallë, që do të rrje direkt, që pa poza, pa pozicione, edhe fotografi e njerëzis të ndryshëm, por kam dhe një 2 fotografi me i fjallë, sepse ishte kohë që atëre vinë edhe kështu, vajzat të reja, që sa po kishin mbushur 18 vjeç, edhe dilin fotografi. 16 vjeç? 16 vjeç që duhet për pasaport. Që duhet. Edhe kam ca fotografi. I ke, he? Kam ja 2. Ke në emër të njohur? Po, emër të njohur, jo, nuk i mbaj mend, po kam këtë që janë 2 vajza bukuroshe që i kam futur tek. Te albumi? Projekti i vajzave të ikë. Do flasim për atë. Dhe kalove të Lulishtja, po te Lulishtja, më mend foton e parë? Jo, nuk i mbaj mend. Nuk të vinte turp? Më vinte turp. Vinte turp, ha? Po, vinte turp. Megjithëse ishte 2 herë në javë, më vinte turp sepse shokët i kisha jo me shkollë, kur kalonin andejun rrjeqik si fshehur aty ke hije. Te peta, e pemë madhe. Po, ishin pemët një andej. Nuk e kisha shumë e dëshirë, biles një moment doja të lija kur më vjen një shok, pastaj më thot Lan, do vish të punosh me mua? Zamir Marika më thot, do vish të punosh? Ku i them unë? Ke Muzeu Enver Hoxhës. Po i thashun, s'kam në biografinë e gjo kush më merë mua aty. S'kemë të ta, bëhesh e fjallë për të të gjashtë. Ti fillove punë te Muzeu Enver Hoxhës? Te piramida? Ke piramida, po jo ke piramida, po muzeu ishte, ose kjo, pjesa fotografike, studio ishte diku në blok. E pëse ti punove në blok? Po, jo në blok, po në ishte në hyre, ku ka qenë i restorant Berlini, diku atje. Aty, po, në blok, kishte ushtari, futeshim brënda ne, që punonim laborator, me Zamir Marikën dhe me Leon Qikën. Me Leon Qikën? Po, me këto të 3, unë isha në zënë si tyre, si me thënë, edhe atje punuam. Nga 80... Po qa foto bërë ti? Bërë foto të Enver Hoxhës?
Jo, foton e lanim. Se kështë vdekë në Roxha kur fillojshte. Qa viti bje? Unë 86. 86, kështë vit që kështë vdekë. Kështë vdekur. Pa ta këshim bërë foto me Enver Hoxhës? Ta këshim bërë? Më duket se jo, sepse s'kishim bërë ata, për shumë, ai Leoni po, se mund t'ishte i qikë si shef në atë shumë, edhe mund t'ketë bërë, por... Pa qa bëni ju, bëni në një retushim? Po bërim retushim shumë. Bëni retushim. Tani qa retushimi... Bënim zmadhime, bënim riprodhime... Jo, qëfar retushimi ti, do në keni bërë që... Nuk bëja retushime. Po jo ti, po qarë retushimi bësh aty? Ne kryesisht morëm të gjithë arkivin, i printonim, diku nga diku, i printonim fotografit, ai që duheshe i shikon të pastaj paria, zmadhonim këtë. Paria kështë, në gjmija? Po, unë ka parasysh, jo Sulo më tepër ishte Spiro Dede. Ishte në Spiro Dede? Po, ishte drejtori, si më thënë. Drejtori kujt? I propagandës? Jo i propagandës, po dhe i muzeut. Se Spiro Dede ishte? Po, ishte. Sokrat Mosko ishte një arkitekt. Arkitekt i njohur. Arkitekt i njohur, me fjalë. Cilat ka bërë përshtypje retushimi më... Retushimi, ditën e parë lanë që fillovën aty, kisha edhe emocione, thënë, se ti ke prasysh bëhet fjalë 86, unë do filloje me një vend që s'kishte ne lidhje kështu, dhe më thot Zamiri, futur lanë ka i laboratorit, unë dje të printoje qik, edhe meri këto negativet edhe stampoj. Shumë mire, fillovën të printoja. Kur në moment vjen një punonjës, që ishte nën Sulun e një Dashamir Andoni, fotograf, edhe i blokut, edhe thot, priti shikojmë që ke bo. Edhe aty lanë dhe kujtoj edhe si sot, për shumë, kur hapim dritën eve, dhe shikojmë një fotografi në këtë format paka shumë, në këtë format kështu, dhe shikojmë ke fytyra e Enver Hoxhës kishte një kryq. Kështu. Edhe unë, kjo është një rastësi që i ndodh, jo fotografit, po nuk ndodh në herë. Dhe unë edhe sot e mbaj mend me fjalë që ato djersët, mirë që s'rash në tokë, me fjalë sepse ishte komplet si pa vetë dije, po shiqyr që ai ishte shumë jo tolerant. Kush e kishte bërë kryqit? Ajo ishte letra vetë, do të ishte një letër e gërvistur, e djegura, nuk e di, edhe s'e morëm vesh tamam, po si duket ishte një defekt letre. Dhe ishte një ishte defekt letre dhe i kishte rënë në kryqin e Roxhës. Në kryq. Dhe mund si që në i veprimtariar miksore, ore. Dhe unë se doja vetër, sepse shumë mirë mund të merresh e tillë, me fjalë, por gjërat ishin më lire, më kështu, por edhe ata e panë që ishte defekt, me fjalë, nuk ishte, dhe në thënë drejtën atë të ne. Së zuni gjumi? Zuni gjumi, sot ashtë. I the babit mamës? Po edhe si të thoja shumë, se edhe i qikë shumë, që të thoja? Ti mëzisi? Më tepër e kalova kështu si pa gjumë, po më kujtojt shumë mirë që kur hap dritën dhe shikoj atë, e nxjerr nga uji atë fotografin kur shikoj kështu, Zamir Amulanta do të ketë ndonjë defekt, ndonjë gjë, edhe ai dashi, njëri shumë pozitiv, e pak kështu si me jo me, po edhe dukesh që si ishte me qëllim. Dhe kryq kokës, ë? Kryq, ishte diku kështu, ja. Një kryq kështu. Edhe foto e parë, dita e parë. Foto e parë, ë? Foto e parë. Dita e parë punës. Dita e parë të gjitha më. Do ti do po ti ishe në një nga ata të liq, domethënë, ti kishe përfunduar spaç. Po ti ishte 80-a ose 75-a. Kishe përfunduar spaç, 76-a, po kishe spaç direkt. Vallai ishte shumë e rëndë. Të bënin gjë të tillë në ato vite, po për fat me fjalë gjërat ishin ndryshe dhe u mor vesh, u duk me fjalë që ishte komplet rastësore, si ishte me qëllim edhe. Por që mua edhe sot e mbaj mend me fjalë djersën... Të doli foto e parë me Enver Hoxhën me kryq në fytyrë, pu. Foto tjetër, dhe ecim se ka disa foto. Kjo është revista Ylli. Ti e ke bërë këtë foto? Jo. Nuk e ke bërë. Kjo është revista Ylli, ku punova për 4 vjetësh, por fotot e politikës kryesisht ne i merrim në atë shë. I merr fotot atë shës. Aty bënte Petrit Kumi kryesisht, se fotograf më i vjetër, edhe ka revista Ylli kishte qenë ai. Tani, ty nga ty muzeu kalove te revista Ylli? Nga muzeu kalova te revista. Po pse? I ke veta? Jo, sepse më fan mua këto, nga që punova atje me qef punën, me fjalë bashkë me Leonin, bashkë me Zamirin, rrinim edhe natën punonim, printonim. Edhe në për tavolina kemi flet, edhe ku do të shkosh? Por unë u morë vesh me fjalë që ne kishim i motor aty ke revista, ke muzeu, dhe ajo me të mbyllur, me të mbaruar muzeu, do të kalonte ke revista Ylli. Dhe unë qefi motorit, se më thot ky Spiro Dede, më thot, ku do të shkosh? Ku do, zgjidh ku do të shkosh. Unë i thash, mbas motorit, ke revista Ylli. Edhe kështu u bëm, i fjalë, kalova ke revista Ylli. Foto tjetër? Po këto ti ke bërë? Po këto, po.
Pritani, rrim çik këtu tani. Domethënë, ti ke fotografuar parashivisi Mangu festivalin e 89-s. Po ky është festivali ku vjen Provera. Jo, ky është festivali. Po pse kaq vonë mars, 3 mars? Po mirë, sepse nuk botohesh, si më thënë, kjo duhet të jetë 88-s, nuk botohesh direkt, ë? Edhe kjo duhet të jetë festivali i dhjetorit 88. Po. Dora e nënës që tu ndjepin gjithë botën lumturon. Domethënë, kjo është shumë i qartë, mund të jetë edhe pranverës, me fjalë, po me sa mbaj mend unë ishte festivali i fundvitit i dhjetorit, Atëherë ka fituar kjo. Me Piroçakon. Me Piroçakon. Do ti hipe në skenë, ishe po skenës si? Po, isha fotograf i revistës. Edhe ishe në festival. Kështu fotografova jo vetëm Parashevin, por edhe të tjerët. Po mi foto është e bukur këtu, ë? Është e bukur. Edhe kjo ishte charmante, pozante. Të dilte mirë në... Dilte mirë. Pavarësisht se kopertina nuk ishte cilësinë e duhur, me fjalë, sepse shtypi, por... Do ti je autori i kësaj kopertine? Fotos, kopertinës? Kësaj edhe disa të tjera, po. Kush e vuri foton në faqet parë? Kryeredaktori? Pastaj ne kishim kolegjum redaksie, kishim kryeredaktor. Kryeredaktor kush ishte? Lambër Ruci. Lambër Ruci. Dhe si tha ai Landi, si dhe këtu foton? Po, jo, unë i çoja të gjitha. Dhe i zgjidhte vetë, dhe i zgjidhte. Dhe unë gjithmonë çoja 2 kopertina. Dy foto për kopertinë, pastaj ai mos më thoj që çove kopertinë tjetër për këtë rast. Nuk e mbaj mend. Nuk e mban mend. Fustani, e mban mend fustani i parashivis si u realizua atëherë? Ja. Nuk të është edhe i kështu tash që po ta tregojmë për shkakun se nuk ishim shumë të fokusuar mbas një festivali, mbas një kështu. Bilës, po sepse ishte brezi, ishte çik si më thon, i thash atyre shokëve, kështu fitoi kjo, a më lanta çike këto fa. Sepse nuk i ndiqnim shumë këto. Do të ish përfillit, ë? Nuk ishte edhe se gjithë ata që tani ish përfillin ore, jo si ndiqnin kuptim kështu se ju ndiqnit muzikë amerikane. Italianin, pastaj kapëm Liverpoolin, pastaj kalum i çik nëpër oqean andej në Woodstockun, dhe kjo ishte rinia jon, për shkakun dhe rrishim i çik kështu si thuhet me. Pse parashivisi Magu ishin suksesshëm atëherë, mos bëni tani ju çunat e Tiranës tani kështu. Ne e kishim sepse pat edhe një bisedë të gjatë atje në një televizion kur nuk ishte në shihet tona. Ne kishim Parashivia nuk ishte në shihet e tua. Jo, absolutisht. Po pse fotografohet ti e vure faqen? Unë isha i detyruar sepse do punoja. Punoja, nuk është e vendosur. Po, ajo vajza nga Kavaj erdhi këtu dhe ju tiranësve këndoi më mirë, mori çimin e parë. Bravo i qof, po. Juve tiranësve o mori ajo? Kjo është me fjalë që që kështu si nonsens ta tregoj tash, po kështu ishte situata. Tani momentin që aty pa dashje qellon atë fëmijën ajo. E mban mend? Jo. Përveç njëra nga këto vajza, su doli e njëjtur, i kanë bërë të dasmë një. Më duket ajo e dyta, e diçka tjetër. Tani, Landi, nëse ti e ke fotografuar, mos i prish një lumturinë dhe ngre dorën për shembull. Dhe po ka qenë natën e parë, jo natën e tretë. Rrezik tu ka qenë natën e tretë. Unë besoj se kjo do të jetë finalja. Finalja natën e tretë. Dhe kur ka se ajo qellon pa dashje. Si ishte live. Neve në finale shkonim. Shkoja dhe më qellon pa dashje fëmijën. Po më thoshte kryeredaktori, do të shkosh patjetër në festivalin, se është ngjarje e madhe për vend. Por jo për... Po ti kur gjeni kënd për partinë e Brenve Rozhën atje thoshe më çajm të thosh. Shiko, ishte e gjithë rinia. Po parashivim, patë mundësi të takohet, bisedoj? Jo. Fare? Jo. Bile se kam fotografuar 2-3 herë, shu edhe në një event tjetër, nuk e ke futur këto vajzave ti? E kam futur. Dhe bile se tash me këtë kishte një fotografi më të bukur, me këtë ngjarjet që i ndodhen Parashevis, me atë u lakua, me atë fotografinë tek që quhet amfiteatri tek liçeni, me një foto të tilla atje që u. Megjithatë kjo është foto më e bukur për shkak të mendim. Është e bukur. Foto tjetër. Ja, kjo është Lambro Ruci, kryeredaktori i revistës dhe kolegjiumi redaksisë. Me kë punojmë shumë nga këta? Po këtu tash kolegjiumi, unë me asnjë nuk punoja, se kolegjiumi mblidhej herë në muaj, ishin shumë serioz, shiko çfarë emra shkek. Ja pa fotoreporter Orlan Tasha. Po emri këtu? Po, Piktor Gzimtafa. Unë kisha këtë Kosmas Skarçun që ishte sekretar kolegjiumi, Lambro Rucin kryeredaktor, Shefki Karadakun gazetar dhe Ludmilla Pajon gazetare. Por këtu janë vetëm kolegjiumi redaksisë që vinin, sepse ishte revista nga revistat kryesore, organi Komitetit Qendror, bashkë me Zërin e Popullit. Atë mbledhesh e ky. Mirë, kështu ishte interesante, kështu si revistë. Po, interesante. Po ti heqësh pjesën ideologjike, pjesa tjetër, arti, kultura. Kishte art, kulturë, fotografinë e kishte shumë të rëndësishme. Tani që shikon këtë fotoreporter Orlan Tasha, si ndihesh? Po, mirë, po jo në i kushtet i çfarë, sepse
biles në 2-3 numrat e parë nuk ma vun dhe emrin, edhe më thatë njëri, ore, Lando, pse se vun emrin? Shiko, kur je i riti, ecën për para, unë e kisha gjithë qefin motorin të ikja në Lushnjë, në Fierë, për shkoj deri në Kukës me motor, me shërbime, me shoqërinë, me kështu. Kjo ishte një punë, jo, me qepe kisha fotografin, po jo, edhe kur dilë të revista, sidomos kopertina, fotografin, po jo se ishim të dhënë. Foto tjetër? Ja një revist tjetër juj. Po, kjo po. Po këto ti e ke bërë? Ketrin Gjoqaj? Po, unë. Ketrin, Po më tregojnë çik historinë. Këtu jeni në RTS? Në RTS. Po? Ketrini duke në këto emisionet e fëmijëve, dhe një vajzë shumë interesante, ka ngelur po e tillë, edhe tashti po ta. Edhe ju babyface. Absolutisht, edhe shumë qytetare, shumë, unë bëj ata fotografit më dolën mirë. Edhe vendos prapë kopertinë? Po, në kopertinë. Kishe një vlerësim të veçantë kur vendosen kopertinë? Shiko, apo ti kishe detyrë ta kishe? Nuk kisha detyrë me fjalë ta fotografoja. Pastaj, po të dilte e bukur e vendoste kolegjiumi i redakcisë. Biles edhe Lamberucci të thashë, do mblidheshin 2-3 vete ato me Petrit Kumi. Te e man mend të kopertinë? Patjetër. E man mend. Foto tjetër. Kopertinat e mia i mbaj mendun. Të gjitha. Po. Ky është motori i famshëm. Ky është motori. Hajde Roland Tasho, hajde. Çfarë viti je këtu? Tu duhet jem në, ka revista Yllit, 88, 89. Mirë pas ke qenë kështu me atlete, me gjinse. Po të shohësh tu edhe Kapela ka një radio. Radio? Radio. Po që kjo kapele me radio? Po, ishim moderne, nuk ishim kështu. Ishte radio, por radio, edhe ke veshet, kam vënë kufjet, por nuk është se funksionote rrugës. Me zi kapte, me fjallë, po vetëm, po t'ishe në vënd, e regjistroje që kështu, e t'kapte në një stacion shu. Por që motori ishte jashtëzakonshëm, sepse kishte shumë riprez, ishte shumë i shpejt, shumë motor që shaloheshe, jo kështu si tip Vespa kështu. Unë e kisha dhe shumë e qef, bëja dhe slalom me motor, shumë e qef. Po, sepse unë fama shumë, po e kisha e qef, motorin e kisha e qef. Po nuk rëzove nuk, patër një një? Po rëzova njerë e gjysë me fjallë, po. Si njerë e gjysë? Po se njerë rëzova pak, po njerë rëzova mirë. Ka pagure kilometrajë, të bo motorit copë, unë copë, po shqyqyr, pasoja. Vetëm ishe? Jo, isha dhe me i shok. Edhe biles morim mësysha e më thë, Lando, sa mirë jep motorit ti, edhe unë kisha të orë, sa pas orën një që i kështu, tak the orën, kur kapëm i gura të edhe flëdorun. Po në i shoj që meri në motor? Vëllaj edhe meri. Meri, ha? Sepse ishe qoneriti. Meri, ha? Ishte në gjarje bukur, se ti ke një gocë me motor në atë kohë, ishte sigur i në avion? Jo, sigur i po, tamam. Sigur i në anje kozmike, më fa? Ishte si me qenë Ferrari, sot. Por e sa motora kishën Tiranë kështu si punojë? Pak ishte, po do institucionet kishin ja 10-15, filluan në vitet... Se kjo ishte i punës, e? E ishte i punës, revistës, ku kishte. Pastaj kishte filluan dhe në ato vite, filluan dhe i qikë privatët, të kishin jo Vespa, jo në i MZ, 125, po kjo ishte 250, kishte riprejës të madhe, este shumë shpejt. Qfar modeli, qfar marke? MZ. MZ? Po. E maj mënd të MZ. Gjermano Lindor, qar ishin to, diçka tila, po ishte me riprejës, ishte motor shumë i mirë. Më mere dhe vajzat aty, po të lejoj kjo, të thoshin aty të punë, ore? Jo, po unë i kisha pjesë të punës, edhe vajzat, edhe djemët, edhe... Si kishe pjesë punës, o? Po do e fotografoja dikëm, i fetë... A, qa justifikimi ke bërë lantasho? Ishte i bukur, motor ishte i bukur. Foto tjetër? Kjo është foto... A, këtu pastaj jemi ke greva e studentëve. Po në qofë se është për para kësaj është rezuar busti njërë, shtatorja në Rogjës, para kësaj. Po, jo, kjo nuk është... Kjo është pas? Para. Kjo jemi ke greva, në bas grevës, u rëzu busti. Bas greva, okej, jemi okej atë. Kjo ke greva dhe ishte... Qfarë dhe këtu dhe temi janar 1130? Ja 20 kile, ishte një burë me i fjallë, dhe po të shofësh njerëzit poshtë janë poshtë fare. Edhe këtë e merë të këshu, edhe i thoshin gjithë do biesh më kuj hypën, se janë këto pista. Po si i pje jeti? A ishte, këtë si, edhe me frikë me i fjallë, edhe... Si quaj? Kush e di? Së marë? Ja. Student? Jo. Po pasë, një një vjetë? Ishte në mosh, ishte këshu. Por që ajo pema, a i mbante këshu e kulitë. Ishte këshu, që po të binte a i për shumë. Disë? Po pa tjetër, shqip ku janë njerëzit poshtë. Qunët e rria poshtë. Po ti ku ishe këtu ti? Unë jam ke studentët Cipër. Po jo ti e te Godina? Ke Godina. Te cila Godina e këtu ti? Po ke Godina ku ishte greva. Te kinoteatri? Ke kinoteatri. Te kinoteatri? Se Godina atje i bje që du të e arteve? Ishin për balë. E arteve ajo i bje? Se qarë ishin ato ndërtesat. Po ishin konviktorët atë, që ata ato kishin hypër dhe po shikonin njerëzit poshtë. E burë, kjo është foto. Jo, mua më përqenë kjo, sepse aty vetëm i zok mund të rrita.
Dhe një njeri që në kushte normale nuk do kishte jo, kokut. Lando, aty nuk mund të rritë i zok, aty mund të rritë vetëm i shqipojnë. Shumë mirë. Ai ka hipur atje si shqipojnë. Ai është biles, ishte momenti që Po kush është ky ta gjejmë të personin më burr? Do ta intervistoja. Kush është ky person të vinë në studio? Do të e jashtëzakonshme, janar 1991? Po, fix. Janar 1991. Ti që je në këtë, edhe ju lutem rigja, po ti që je në këtë fotografi, ke hipur në këtë pemë, në këtë pishësh kjo? Pish. Do të Roland Tashët ka fotografuar, do të më shkruaj në Facebook, do të marr një intervistë këtu në Dekalog në Dritare TV. Është një foto e jashtëzakonshme. Ai do të jetë një 35-40. Këtu 40 vjetëve me fjalë ai. 40 edhe 36. 80 vjet me fjalë edhe është me fjalë ose kush e di. Foto tjetër? Foto e madhe. Po këtu? Këtu jemi brenda ke studentët. Te kinoteatri, po ato dy kisha kush i ka? Po një nga këta studentët, kjo ishte edhe kërkesa ime. Kjo është foto artistike. E nxora një herë me dy gishte, pastaj thash edhe një lule, një diçka kështu për shkak të simbolike. Këtë i the ti pozoa? Po, kjo është për me fjalë edhe. Foto tjetër shumë e bukur, shumë e bukur. Edhe këta këtu. Këtu jemi, po këtu pastaj ke, Ke në një që ta shquash këtu? Jo. I çfarë? Gjithë student janë? Jo, nuk janë vetëm student, janë edhe Populli i Tiranës. Rinj e Tiranës. Po ka ardhur edhe rinj e Tiranës. Ardhur me fjalë, erdhën lanë shkollën, universitetet, po deri diku edhe gjimnazet me fjalë. Edhe gjimnazet, po. Të gjitha. Foto tjetër? Këtu tani? Pastaj këtu jemi me 29 maj, mbaj mendun në 91-shin. 29 maj? Apo 92-shin, kur ishte kjo? Po mirë, qofse është e mundur regjia të foton e rrëzimit të shtatorës? Ja, kjo. Tani kjo është foto... Po kjo është, që sa po është rrëzuar busti, unë po vija me vrap nga qyteti studentëve. Do në ti se ka me momentin kur po rrëzoj? Jo, kur po rrëzoj, ka pa këtë moment. Po sepse unë po vija me vrap, sa thanë ke studentët, kur ishtë në grevë atje, do e rrëzojnë, do e hedhin. Dhe ti me vrap? Edhe ikëm një ashtu. Me qa shkove? Në motor? Jo, në këmë. Në kam s'kishe atëre mundësi televizje, se njerë që të rrugët plot, dhe kur vi unë ke sahati diku atje rrëzojt busti, vi afer, po ki parasysh që punonim edhe një aparat të mafa se blad, që nuk mund fotografoje vënd e pa vënd, edhe këtu kur e bërë këtë foton, më morën të veta sipër, më mbajtën këshu, por kur je të kanë të ngarkuar nuk mund fotografosh, tu nuk kapa në një shtyllë atje, dhe arrita bërë këtë foton me fjalë, edhe është e vetme, si me thënë, në format matë që kam në periudë në ashtu, dhe pastaj... Kavë ishte në qafë? Po, kavë ishte në qafë, sa po këshin në rënë, jo i binin me... Qa i bënë, e ndanë pasaj? I binin asaj kokës? I binin kokës, ja me shkopi, me diçka kështu i binin me... Dhe pastaj e mori Skoda, deri sa e ndoqon nga atje deri ke studentët. Diku ke pedagogjike, atë u shkoput koka me trupin, dhe kokën vetëm me qunë ke studentët. Po trupin? Trupin ngeli, nuk e di se ku përfundoj pastaj. Po e quan në qytet studenti kokën? Kokën e quan qytet studenti. Po kur u qua kokën e qytet studenti, si e pritën atje? Pastaj e pritën atje, unë pushaj shumë ajo... Kinoteatri? Kinoteatri, sa dikush po thoshte, unë bushën sepse mbaroj, si me thënë greva, u fillu njerëzit unë gjitën atje, ashtu, do bjerë godina, po lëviste godina, kështu edhe po unë bushë të taraca, unë fotografova nga taraca, pastaj zbritëm të gjithë, dhe e kam fotografuar kokën nga... E ke foto? Kam shumë të bukur, ajo është fotografi e bukur, sepse... Këtë plot? Turma, e gjithë turma këtu, edhe... Foto tjetër? Bravo, shumë foto kujtimi bukur. Këtu tani jeni në maj. Po mirë, pse ke kapur këtë patkojë? Shtu patkojën unë gjita sipër atje, me vështirësi, se kisha 2 aparate, dhe pastaj pas që për të zbritur ishte vështirë, por atmosfera ose entuziazmi, ajo të bën, lanë të bën një qika dhe si ketër, si lepër, të ngjitësh, dhe kur e pash vete, nuk sa mirë isha ngjitur, pastaj për zbritur ishte më e vështirë. Ishte vështirë, hë? Ishte vështirë, sepse me 2 aparate, që më ndihmuan që mbajtën aparate që zbrita, dhe fotografova, si me patkojnë, si pa patkojnë. Shumë përshtypje, do në kjo skulpturë ti, ajo gati reale, patkojnë? Jo, reale është fotografi atje. Jo, fotografi jo, skulptura do në patkojnë. Po, qa realizimi. Skulptura nga skulpturat më të mija që kemi në të dise paskarit. Qa realizimi. Edhe në Itali, thoshin Thundra e kur t'i vura një titullun, dhe disa thoshin për shumë që është edhe fat, ajo Thundra, jep fat, disa thoshin patkoj jep fat, disa thoshin që e ka shtyr për këtë popull. Kishe 2-3 variante. Qartë, foto tjetër?
Tani vim te... Tash është projekti i fundit që unë po përpiqem. Po, do të ky është projekti, ti e ke në boc këtu. Boc, është boc. Boc. Do të ky është projekti që jetë duke bërë për Jusuf Vrionin. Për gjithë ata që nuk e dinë, Jusuf Vrioni është një nga përkthyesit më të mirë të letësisë shqiptare dhe jo vetëm të letësisë, dhe përkthyesi zyrtar i Ismail Kaderes, i pari. Dhe bota e njoh Ismail Kaderen, bota perëndimore e njoh Ismail Kaderen përmes përkthimeve të Jusuf Vrionit. Albumi që ka shumë interesant. Por më interesant këtu do doja ke disa foto këtu. Kam fotografi sepse kam qenë në Paris kur aty t'i japin titullin francezët Legionin Nderit. Isha në Paris në atë periudhë dhe bashkë me ambasadorin shkojmë fotografojmë në senatin atje francez ku japin titullin dhe më mbeti ky cikël shumë i mirë. Këtu është me Agin? Me bashortë? Jo, ajo është një artiste franceze që ka ardhur dhe këtu ka luajtur. Nuk është bashortja kjo? Jo, është edhe Agi aty. Por ajo është Agi është kjo këtu në djathtë. Po, ajo është një artiste franceze që solli edhe një film këtu. Tani ti e ke fotografuar këtu me shumë personalitete, por më shumë me Ismail Kadaren. Kemi foto tjetër? Qofse dhe ajo fotoja... Jo, për para kësa edhe njerë bek, të lutem, tani fotoja që më ka bërë shumë përshtypje, e para njerë me Kadaren, ke disa foto me Kadaren. Po, janë disa atje. Ke disa foto me Kadaren. Po, janë disa foto. Por fotoja që më ka bërë më shumë përshtypje këtu është me Mimoza Ahmetin. Tani, këtu Mimoza Ahmetin, regjia ju lutem, foto me Mimoza Ahmetin. Ja, kjo është foto me Mimoza Ahmetin. Tani, Landi, këtu Mimoza Ahmetin e ke pa sandale. Të prerë. Sepse, po ka shumë mundësi se libri është bocë, nuk është nuk është përfunduar. Tani ma shpjegojnë që këtë foto, ku janë këtu? Isha me bursë në Paris, dhe takohesha shpesh me këta, dhe në këta rasta dhe me... Këtu në Paris? Janë Paris, përballë Notre Dameit. Po, Notre Dame, po. Vjen Moza, ishte edhe bashkë me Julietin atje, edhe me Jusufin, po kjo duke qenë pak e gjatë, jejtë sandalet atje, edhe përqafon Jusufin, që dije që kishin misi të tyre. Jo misi, kishin më shumë se misi, pak të Moza këshu ka thënë? Moza mund të thotë unë si di gjëra. Ti si di, s'meresh me këto gjëra. Unë e fotografova këtu, bile se botova ka e gazeta ku unë... Tani, më falë tani, të tha Moza ty që do e që sandalë? Jo, po jo që Moza më si që është vetë, në fjallë, jo që vetë, që ditë me i gjatë. Mos ditë me i gjatë se Jusufi? Po mime dhe Jusufi nuk që e shkurtër. Jo, normal, po kjo ishte pak si më, edhe... Dhe ju më shtet atje, ke sufi? Dhe ti kabe dhe sandalët? Mirë, është... Ajo e fotografit, bile se... Patjetër që kur e sandalit, duhet ta kapës dhe me atë pjesë. Po shumë e burë, Lando. E botova këtë në atë gazetën ku merja pjesë. Të cilë gazeti që ti? Te gazeta Aleanca. Aleanca, po. Fjallë 95, 96. Ishe Fevziu kryedaktor? Po. Fevziu, Preqik, ishin... Dhe ti u botua me gjithë sandalë? Po. Dhe atit pastaj se unë bëra dhe një tekst, paka shumë bëja dhe një tekst, për shumë kavalieri që e respekton gjithmonë femën, në gjora diçka të tjilë, për shumë. Jusufi ti respekton dhe shumë femën, jo në qishtë. Absolutisht. Dhe i donë dhe femën shumë. Absolutisht. Te kjo ishte e veçanta që, dhe me thënë drejtën i ngeli pa katrit kjo, për tekstin, po sepse si shduket nuk i pëlqeo kjo. Si pëlqeo kjo që ti shkoj që i donë dhe femën? Edhe që ca nuk komunikonte. Kur befas në një takim këshu, në një mbrëmë që a ishte këshu, më vjen aty afer edhe më thotë, Roland thotë, kush është ajo vajza me pelushkë që më shikon mua, dhe këtu pastaj u thyë e akulli që unë i propozoj pastaj për karrigen që e fotografoj. Do më thënë, aji, sa vjeç ishe kur e tha këtë? 95, 96. A i du t'ishe 80 vjeç? Këtë 80. 80 vjeç dhe goja lëngë. Jo, ishte, jo. Shiko, unë kam vëndër e të këta fisnikët, se këta mund të quajmë pa dyshimi, nga fisnikët e racës tonë. Janë gjithmonë admirues edhe gjithmonë të së bukurës edhe të femrës, ishin... Jo, a i nuk ka thënë kush është ajo për të thënë thjesht vetëm. Jo, thash pse më shikon, tha kush është ajo si që në shumë Vrioni ishte dikush. Megjithatë kjo është foto nga më të veçanta që ti ke bërë. Jo, është e mirë me fjalë. Foto tjetër? Kam shqipën do jetë me Zhvarcin, foto tjetër? Po besoj. Me Robert Zhvarc, me poetin, dhe ti ke bërë dhe një album. Kam një album, kam një libër me Zhvarcin, po. Po.
Edhe ky një personazh nga më të diturit dhe më të veçantët në historinë e Dhe ti e ke qarë këtë album. Unë e kam qarë dhe unë kisha edhe një lloj miqësie, dhe pastaj më eci edhe fotografia, edhe faqosja, edhe të gjitha, edhe titulli një Calvados me Bert ishte personazh shumë interesant. Tani më kujtua prapa e Jusuf Vrionit. Tregonte vuajtjet? Ai ka u burgos? Ka marrë pjesë edhe në ndërtimin e Rinasit, si burgosur? Si ka mundsi? Djali kryeministrit shqiptar Vrioni? Po përveç asaj kishte një jetë aktive me aristokracinë torineze atje dhe nuk i tregonte, nuk e kishte lënë me njan, me sa diun, me sa pak muhabete që pata bërë, ai merreshte gjithmonë me jetën, nuk i jepte shumë. Po diçka nga Zhvarci, që nuk ishte shqiptar, ishte hebrej i Gjermanisë? Zhvarci shumë e veçantë. Unë u miqsova çik me Zhvarcin për dy arsye. E para njëherë se i tregova një fotografi të birit në grevën e studentëve, aty ai u egzaltua me fjalë sepse nuk ishte. Te Edvinit? Te Edvinit. Edvini ishte në grevën e studentëve, po e di. Por edhe ai ishte kështu, i veçuar, nuk rinte, nuk donte as fotografi. Edhe i Gjerman. Gjerman. Apo hebre. Një fotografi bashkë me Shinasi Ramën të dy. Po e kam parasysh. Edhe kur ja punktit për shkak ky u miqsua. I erdhi mirë? I erdhi shumë mirë. Sepse s'kishte, ishte i biri atje dhe nuk kishte një fotografi një kështu. Edhe ata as nuk flisnin për shkak Edvinin ke parasysh si natyrë. Dhe ajo fotografi bëri me fjalë që ta afrosh, edhe tjetra pastaj unë kam qenë si i gjithë brezi im për shembull, lexues i jashtëzakonshëm i përkthimeve ose i librit Tre Shokët. Unë filloj e mbaroja dhe nuk isha. Dhe një moment kur takoheshim ne ke ajo Baruesti ku rrinim gazetarët, i citoj një 2-3 paragrafe. Ora thotë ti ma ke mend gjithë përmendshën, edhe që ke i çmendur fare më tha, edhe kështu që ngeli kjo miqësia, por ky për shembull bëheshe shumë keq, se vinim pinim kafe në mëngjes atje, kur shikonin lan të gazetarin ton të asaj periudhe, që nuk e shqiptonte mirë, ose kur kapte gabime në gazetë, për shembull, ishte një shqipfolës ose një dashur. Duke mos qenë shqiptar. Duke mos qenë shqiptar. Unë e dija se ky ishte lindur rritur atje me atë gjermanistën e me. Jo, tha, unë jam lindur në Sarajev, 4-5 vjeç. Po e di që ka lindur se. Nuk ishte por gjermanistën, siç duket, e kishte gjuhën e nënës, a kështu, por që e fliste jashtëzakonisht. Pa lindur në Gjermani, Pa lindur në Gjermani. Pa lindur në Gjermani. Por që edhe ishte kështu, natyrë veçantë, nuk donte. Dhe thonë që kur nuk të lejonte që të paguaje kafen. Jo, kështu jo. S'linte. Po pse? Kishte veçanti, më fal, nuk Ti s'pate t'jeve do një kafe në njërë? Po, më së dita si se unë fillova kote fundit, kur ishte atë pa qefi, qik fillova të rije qik më dëndur me Bertin, këtu jemi ke liqeni, këtu ishte qik si pa qef në atë periud, edhe ikim thoshte mërzitesh atje dhe bënim gjirë. Qartë. Atëherë pasere në gjirë fotograf atë, ona më lere thët aparatin, po më shqyqyre shpritzoje këtë, ku më dole dhe këj liber që unë e kam për zemër. Dhe pash me Kadaren. Me Vrionin duhet ta mbyll me Zhvarcin, duhet ta mbyll me këtë. Tani, ti ke një karrike për shkrimtarët, e jashtëzakonshme kjo. Ja ky është albumi. Një karrike për shkrimtarët. Tani, si është historia e kësaj karrikes? Po, historia e karrikes është landon ndoqja një bursë 6 mujore në Paris. Dhe atje ishte një vend, një pavion atje në Georges Pompidou, në një qendër kulturore të madhe, ku kishte një pavion të madh për fotografinë. Më futi Luan Rama, atje më tha land këtu, tha ke. Ambasadori, jo politikani, gazetari. Dhe unë, her pas herë, kur kisha kohë të lirë, shikoja albume fotografike nga më të ndryshmit në atë pavionin e madh. Dhe ajo që më mora vesh, ajo që më ngeli mua atje nga kjo, ishin shikoj të gjithë albumet fotografike me një tematik të caktuar janë. Nuk ishin kështu, hajde fotot bukura shumë mirë, po kishin tematik. Dhe unë këtë me karriken, ose këtë me portretën e shkrimtarëve pata filluar para se t'ikja me bursën. Do të thënë ideja është një karrike nga ato Kosën Verit, të shtëpisë. Të shtëpisë atë. Mora. I uli atje shkrimtarët dhe fotografët dhe filmosin. Filmosin ata. Karrika ku është tani? Në shtëpi. E ke ti? E kam unë.
Ajo kushton $1 milion, besoj. Jo, ka shumë, po kushton. Vinë e shikojnë. E shikojnë? Po, e shikojnë. Në fakt, ajo është për ta ekspozuar. Për shembull, po e kam ekspozuar, bides i ndjeri më i kom zeqo, donte ta merrte, ta fuste në muze. Në muze, ajo duhet muze. Sa tu janë firmat e... Jo, janë firmat e 46 shqiptarëve. Dhe një pjesë e tyre, për shkak të moshës, nuk jetojnë më. Ose mi, ke vënd dhe Zia Qelën, ke vënd dhe Elenën. Janë pothuajse të gjithë. Diana Çulin pas ke Për vënd, punën time, për fatin tim, si më thënë, janë personazhe të... Gjëveris për ju, po shumë e bukur. Kjo është shumë e bukur. Me kam Zia. Foto tjetër? Si që tha ky Ylieti, tha që, shiko, tha, të gjithë kemi librave të veç, por neve, tha, te libri jemi gjithë bashkë. Ke karrige jemi të gjithë bashkë. Te karrige jemi gjithë bashkë, Natasha Lako, po. Këtë folëm, foto tjetër, folëm për këtë. Këtu kush është? Kjo është ajo vajza që thashun nga fotot e para tek fotoçasti. Kjo është një vajzë që e ikur. Si ka emrin? Ida. Ne e njihim kështu si Ida Çekja, një vajzë e bukur me fjalë dhe vonë u lidha me këtë, kur nxora fotografinë. Kjo është foto e parë që ti ke bërë te fotoçasti. Dhe kjo ishte 16 vjeçe për pasaportë. Dhe ti ruajt e mbajtë. E ruajta. Ajo e kishte kur i thej, e kishte foto? Jo, e kishte fotografinë sepse ishte fotografi e pasaportës kur i thon, por që ngjarje nuk e mbante mend, pastaj u kujtua ajo kështu. Çfarë është kjo Ida sot? Tash është në Rom, jeton atje me fëmijë, nuk e kam idenë se çfarë, po kështu. Por nuk të thoshte, nuk të ka thënë gruaja se ti fotografon vetëm vajza të bukura? Nuk ka thënë asgjë gruaja? Jo, sepse edhe Brikena është e njohur mirë me punën time, edhe unë kur u martova me Brikenën, ajo e dinte punën dhe biles edhe Brikenën nëpërmjet fotografisë e njohta dhe Se si, e fotografova dhe pastaj u mirë? Po jo, prit na e thonë se që nga shumë e bukur kjo. Po jo, kështu do fotografoheshin, pastaj aty në... Po ku e fotografove te Lulishte? Jo. Ku? Jo, ajo punonte në Teatr Topras, atë ku dhe unë pata punova disa muaj. Çfarë punonte Brikena te teatri? Ajo me ndriçimin merresh atje. Po, dhe ti fotografove Brikena? Unë fotografoj atje, kishte një trup bukur, pastaj u miqësuam, bëjmë fotografi këtu, një herë, 2 herë, 3 herë, pastaj krijohet ajo lidhje. Pas ke shfrytzuar postin? Postin. E ke shfrytzuar? Shumë postin. Foto tjetër? E ka këtë fotografia, e ka këtë. E ka, ha? Landi, kjo është më e bukur. Edhe kjo është. Jo, edhe kjo. Kjo është portreti më i bukur. Portreti i bukur është. Portreti më i bukur. Shika. Do të ky ishin kosovar në gjatë ardhjeve nga 99. Në 99-ën. Mars, besoj. Dhe ka bërë një tekst shumë të bukur Ana Oksa te ky libër. Ana Oksa, ha? Këngëtarja e famshme italiane. Këngëtarja e famshme dhe tha kjo nuk është fytyra e një plaku, por këto janë rrudhat e një vendi, tha. Dhimbja një, e megjithatë thoshte prap në sytë e tij, pavarësisht se ishte ke 90-tat, jetë krenaria. Do 90 vjeç ishte ky plak. Po ishte rreth në 90-tave. Pastaj kur ndroi jetë familja më ftoi mua, por unë nuk isha në Kosovë, jemi miq me pa. Jemi miq. O çfarë foto kjo Lantasha. Dhe ç'a portreti ke bërë. Pastaj kjo ka dhe një kështu për shkakun që një nga këto kompanitë e mëdha të cigareve që operojnë këtu në Shqipëri, e kërkoi këtë foton, ja dhashun 4 foto të mëdha dhe e çoi në destinacion. Që do të thotë nga cigarja nuk vdes, e çoi në kompanitë e veta në Gjenevë, me fjalë. E i 90 vjeç pinte cigare. Që nuk është ta thënë, me fjalë që të pi cigare vdes. Shkruaj 90 vjeç atë. Ti pi cigare? Jo. A pra, e kuptova. Foto tjetër. Këtu tani? Këtu jemi në momentin kur prishet busti i Enver Hoxhës, që ishte vendosur në muzeu. Në muzeun e Enverit. Te piramida. Ke piramida. Edhe kjo është interesante sepse ai binte me atë dalte me ta shkatronte. Ta shkatronte, i kthehej mbrapa. Ajo varet. Dalta. Ç'a thum? Sepse nuk kishte zot që ta prishte. Nuk i bënte fare. Po ç'e ishte mermer? Ai ishte një mermer, sipas tyre me fjalë nga më të fuqishmit, i ardhur nga Kreta, ishte mermer që nuk kishte zot që ta rozoje. Do mermer nga Kreta, ha? Po, nga mermer. Po kush e kishte bërë? Nuk e di. Pastaj u gjet një sharr, që ishte sharr tamam për të prerë këtë lloj mermeri, të cilën i pren kokën e sakatuan pastaj sepse me vare me çekiç nuk i dilesh. Kthiti kthesh e vareja mbrapa. Ç'a thua? Edhe pastaj kalumi çik kështu, jo për qafe, jo kështu, se çfarë bënte Leshi, personazhi i njohur i asaj periudhe. Punonte aty diçka kështu me mirëmbajtjen me kështu atë. Okej, foto tjetër shumë e bukur kjo. Ky është muzeu.
Ky është muzeu. Ti punojnë këtë kohë? Ky ishte? Kjo ishte. Për këtë të prishe. Se kjo ka qenë i qendër Landi me sa më në mes, në hall domethënë. Në hall. Dhe kjo qëndroi një vit e gjysmë, se pastaj u shkatërrua, ndryshoi sistemi, u shkatërua. Unë kam bërë një cikël të gjatë fotografi këtu, dhe me thonë drejtën e kam pothuajse të gjithë muzeun të fotografuar. Nuk e ka njeri në këta. E ke ekspozuar? Jo. Nuk e ke ekspozuar. Shumë interesant. Ma kanë kërkuar, por... E maj mend muzeun, e maj mend. Sepse nga të radhët, se shumë pak kanë hyrë lëndë, ti do kesh hyrë... Po, në shkolla për në qënë në shkolla. Po, foto tjetër? Tani, këtu fillon me ato ti shqiptarë në përbot? Në përbot. Këtu jenë qeki? Po, pëse qeki më lëndo? Po, sepse e mbylla perëndimin, edhe fillova dhe me lindjen e qik. Po? Bëra Amerike, France, Zvicër, Itali, dhe fillova pastaj me lindjen. Edhe lindja ishte shumë interesante. Po? Dhe ta them për shkakun që në tërësinë e këtyre 8 librave që kam bërë unë, janë rreth 1000 shqiptarë të fotografuar. 1000 shqiptarë? 1000. Do ti ke bërë 1000 portrete? Portrete. Në vende të ndryshme ku... Okej, foto tjetër? Po kjo? Kjo është në 99-ën. Do dhe në kjo gruaja po ruan plakun? Plakun, sepse a ishte pak i paralizuar. Ishte paralizuar? Po, në kampet e... Duke të qenë kampi këtu në Tiranë? Po, shiko, unë bëra një gjiro atëre në për Tiranën, në Kukës, në Shkodër, në Korçë, bëra një gjiro me fjalë me këta ciklin e këtyre, sepse ja dia i cik vlerat, gjeta ca filma Bardezia, dhe kështu që nuk jam i sigur që në që kampi është në Kukës o në Tiranë, nuk e di, po. Foto tjetër? Po, shumë e bukur dhe kjo. Po këtu? Këtu pastaj jemi te cikli tjetër, ky është japonezi, ambasadori japonez, së bashku me Duan. Të veshëm kostum popullor shqiptar? Në Gjirokastër. Të lunxherisë është kostumi? Kostumi i lunxherisë vajzës. Sa i bukur më, Ta kishin vetë dëshirë, se të kishin bërë dhe një investim në Gjirokastër, donin të dilin në Gjirokastër, dhe ky është një nga kontributet e tjera që kam unë, që kam fotografuar disa personazhe në Gjirokastër me kostume shqiptare. Foto tjetër? Dhe pastaj është cikli interesant, cikli im, me të huajt me fjalë. Edhe kjo një ngjarje për mua, sepse ne Koçantën jemi rritur me këngën e tij, që na fillesat. Dhe kur del fotografi me mua këtu, biles vetë më tha, maestro tha, dalim një fotografi bashkë. Për mua të më thoshte maestro, për shumë një gjigant, për mua ishte emocionus, edhe të shikur e kujtoj. Kështu të tha, maestro? Po, maestro më tha. Po ishte njeri jashtë zakonisht. Landi ti e meriton të ta thuash maestro, se me këtë gjithë të punë që ke bërë... Mua më emocionoi, njeri thjeshtë, i qetë, ato që i thoje bënte, nuk kishte kështu. Foto tjetër? Bruno Vespa? Edhe Bruno Vespa, me atë qëndrimin e vetë karakteristik. I veshur shqiptar? I veshur me... Kostumi shqiptar? Dikush një nga këto gazetaret, Beti Njuma po e filmonte, i shkoj unë atje me veshjet, i them kështu kam një album, kam një projekt të tillë, dua të bëj, do tha me shumë qefta, po unë do iki nga këtu, do iki ke kryeministria, kam punë këtu, do takoj këtu, do të s'kam fare kohë. I thosh, çketi se i kam me vete, i pa parë. Për 5 minuta e thashun, nuk të vënoj më shumë. Me vete, unë atë një ta vesh një kështu, më jepi mailin, vëre dhe firmën ke Kapele, ke Qeleshja, dhe më thotë, jeni të paparë ju fotografët, një fjallë. Aty për 5 minuta, pam. Bugur e Qeleshën, a ju vesh u gjvesh me gjithë qef, edhe... Okej, foto tjetër? Po kjo kush është? A kjo është Josef Daun, ambasadori që hapi ambasadat në Gjerman në 90-ën. Werner Daun? Werner Daun. Po, i Dykorrikut? I Dykorrikut. Po, këtu qa viti? Këtu jemi më vonë. Këtu jemi më vonë. E kjo ka një kontribut të jashtëzakonshëm? Kjo ka një kontribut të jashtëzakonshëm. Një, dhe më thot mua, unë kam veshur në ambasadë këtë, në ambasadë gjermane, po mbaj librin e Fatos Lubonjës, thot, sepse fliste shumë mirë shqip. Dinte shqip, e fjallë. Dhe kishte një humor angles të paparë. Në Londër po të regonte, kur isha me ca miqë shu, edhe i tha me isha caktuar ambasadë në Tiranë, tha në Tiranë, po andekne, po si doja bësh, ishin vitet e vështira. Të
87 duhet të emëruar. 89. Duhet të jetë emëruar. Po mirë, pastaj deri 91. Edhe ashtu, edhe ky filloi të fliste shqip. O tha flisnin shqipta, po ky kishte humor anglez, po pse tha jo nuk dini shqipta, me fjalë kishte një humor. Ju thoshat po pse. Edhe shumë dashamirë. Dhe kur pa fotografitë e mia, ky u emocionua dhe më ka shkruar një email. Ai ishte libri i Fatos Lubonjës? Po, ishte Fatos Lubonjës. Cili libri i Fatos? Po dënimi, çfarë diçka e tillë, me fjalë. E lexonte në Shqip edhe... Ishte koha kur Fatos Lubonja ishte mik me Edi Ramën, kam përshtypjen, kur ka bërë atë libër. Po tash, këtu do të jemi kë vitet 2010, ado nuk ja di se kur... Ajo, po ti 2010 ishe armik. Po përpara ka qenë mik, bile ka bërë dhe... Jo, ka bërë libër Lubonja bashkë me Edi Ramën, e di këtë? Me dy emra, Fatos Lubonja e Edi Ramën. Jo, këto janë... O, kujtoja se mos lexonte atë. Pjesë armiqësore. Kjo është armiqësore. Ja, po ky ishte dashamirë si vendit shumë dhe fatkeqësisht në ndroi jetë diku në Kavaj më duket. Para 2-3 vjetësh. Po, para 2-3 vjetësh, po, edhe që ishte rastësi në Shqipëri erdhi për dhe vdiq këtu. Foto tjetër? Robert Elsi. Elsi. Po kjo kush është? Ajo ishte një drejtoreshe një muzeu në Rotterdam të Hollandës. Po pse i ke fotografuar atje? Jo, i kam fotografuar në Shkodër. Në Shkodër. Se Elsi ishte holandezo, kanadezo, kishte një çuditshme, kishte një pa dhe ky dashamirës. Edhe ky e fliste shqipen shumë mirë. Fliste shumë mirë, përveç ky njihte dhe historinë, pra dhe fotografinë e fotos, biles unë e pata vesh 2-3 herë këtë, një herë e vesha në Tiranë me fustanet, po ky kishte qejf të dilte atje në thet. Shkuam në urën e mesit, u fotografuam të tjera. Pastaj në momentin që ky ndron jetë, ai partneri vet më kërkon mua një kostum sepse donte të varrosh. Partneri vet se ky ishte ishte gay. Ashtu më kërkon një kostum se donte të varrosin në thet, atje ku e varrosin, por me kostum. Të thaj partneri, Po, por me kostum shqiptar. Se kështu u varrosur. Është varrosur. Me kostum shqiptar, jo, e di që varrosur në thet, po. Edhe isha dhe në ceremoninë e mortit atje, po ishte një... Okej, foto tjetër? Po kjo? Kjo është një fotografe franceze, që rri bukur me i fjallë me këtë. Po kjo është pozuar sigurisht viti 1900. Paga shumë me i fjallë. Po të ishe black, po të ishe bardhe zi? Po, ashtu do duke me i fjallë shumë edhe... Me cigarishte, ha? Me cigarishte atje, vjen bashkë me një francez tjetër, që e fliste shqipen shumë mirë, e arrova emrin. Okej. Edhe kjo. Foto tjetër? Po kjo? Kjo është pastaj një... Nga këto fotografitë e mija të zakon... është lyps? Jo, rome, nuk është lypse, po diku në këto lagjet... A, ke shkuar ti të këto? Po. Okej, foto tjetër? Po pas ke zjetë foto të bukur. Këtu jemi pastaj familja. Tani, do flasim qikë dhe për familjen të në. Brikenën t'i këshu e ke njërë, i bërë fotografi dhe pasaj e ndashuri. Pa tjetër, këshu. Pastaj lindën këta të dy. Ta tha Brikenën që ke shfrytzuar postin? Jo, i pëlqente dhe Brikenës, edhe fotografia dhe fotografia. Tani, më fort pak për fëmijët, se si ju i këtë dy? Fëmijët me fjellë, mashallah, janë të mirë. Vajza, unë në një studio të tillë, thash për shumë, i thash për shumë që merë dhe nej 9, se nuk merë gjithmonë 10 tek polisi, dhe ata e mbajtën po atje, pedagoge në... është pedagoge? Po djali? Djali është vit të dytë aty ke polisi, është kështu, ndjekës dashamirës edhe luan bukur futbol. Me kë? Pa i, këdun se qka një kështu, një me Lewandowski ishte, se ishte me Bayernin. Dhe e ndishtë atë Lewandowski në kudo. Unë kujtoja rinin time, se kur isha unë një ri si ky, më shumë ndiqe Antonionin, se më ra në dorë një fotografie 72-shit, edhe ky, po këto huqe ka, i patë gjitha ndeshet ashtë si më. Pas ka njerë babit, geni nuk shkatrojt, nuk bëtër. është i qetë. A është njëri nga këta fëmijët e tu dhe edhe fotograf? Jo. Asnjëri? Asnjëri. Po pse? Në fakt, po se di, nuk e di. Po mirë, duke qenë për arkitektur, vajza e ka brenda atë? Kur e merë aparatin në dorë, bën fotografi të mira. Tani një arkitekte... Ishte në Barcelonë me ashtu, bëri fotografi të mira, ishte me punën, me fjallë me shkollën atje. E kupton. Edhe kështu që... Foto tjetër?
Tani kjo mos gaboj ka emrin? Kjo ka emrin Ina. Ina, e maj më. Fund vitet 80, ishin ato gocat e bukura të Tiranës, ato gocat e bukura. Besoj me ngjyrë me kështu, ë? Ja, se maj më. Po se të mbahet mend me fjalë sepse kujton njeriu i Jo, maj më kemi qenë një kështu nga këto Spartakiadat. Njeriu i të bukurës. Edhe e maj më që flisin gjithë. Kjo është shumë e madhe nga mua, po e maj më që flisin të tjerët për këtë. Po, ja ishte vajzë. Se Tirana atyre vite kështu ishte kur kalonte gocë bukur aty. Gjithë, jo, gjithë aty, jo vetëm njëri, po gjithë flisin për atë. Po, flisin, ashtu ishte. Po zakonisht. Ku është sot Ina? Ina është në Kanada. Kanada është Ina sot? Kanada me martuar. Për çfarë studioj? Nuk e kam iden, martuar me një djalë. Po, shqiptar. Tiranë. Ikën po Tiranë, ikën atje, kanë vite që janë atje, edhe kujtohemi her pas here kështu, edhe si aktore Hollywoodi është? Jo, është Ana Manjani thon për shkak nga. I thoshin atëherë në atë kohë, Jo, nga fotografia. Po ja, shumë si aktore Hollywoodi mos ka. Absolutisht, ja. Okej, foto tjetër? Edhe kjo asaj periudhë është. Merita Alili. 88-89. E ke fotografuar? E kam fotografuar në tu në Tiranë? Në Tiranë, te Pallati i Kulturës. Te Pallati, se duket nga ato nga grilat. Nga grilat. I mbaj mend ato grilat. Absolutisht. Okej, foto tjetër? Edhe kjo këtu e Rrëshen? Jo, Brençuri. Këtu janë, jo, jam në Lezhë. Po çfarë? Po mirë, Brençuri Tiranë apo kalon ato buzë? Është linja. Edhe këtu më bëm. Gjithë mesazhe? Po ç'ishte ajo do të thotë mesazh? Biles unë hapa ekspozitën edhe italianë ngeleshin për neve, ishim të etur me fjalë për të parë italianë, edhe fakt kështu ishte. Edhe ishte kohë e saçave të gjithë vetëm për të parë italianë. Edhe kështu ka ngelur si një. Sa e bukur. Biles një mik Stefan Çepaliku e mori e vendosi edhe kopertinë të një libri, sepse është foto domethënë. Është jashtëzakonshëm. Gjithë pallati mesazh. Lopa aty, ato buzë. Lopa këtu, këtu lopa, autobuzit, qa foto, qa detajshme, qa elementës, rruga e pashtruar. Ato buzi i linjës. I linjës, po modeli ri. Sa që atje, ato shpita atje cop-cop, kuj pallat, lopa këtu, njerëzit atje të veshur, Edhe kjo duhet jetë fotografia 92, 93. Në atë kohë. Jo, bon, Lezhë 96 më. 96. Foto tjetër? Po këtu kush është Nertila Koka? Po këtu është Nertila. Nertila është? Po, Nertila. Ku e ke fotografuar Nertila? Po këtu në dasmën e motrës time. Po pse çka e ke Nertilën? Motra e Nertilës ishte në shkollë me motrën time dhe mikesh familje, si më thënë, në atë periudhë. Ishte në formë Nertila kështu si, Jo, Nertila në fund viteve të 80 ishte numri 1. Ta themi ishte në dasëm, si këngëtare. Përqendruan gjithë kjo, se edhe filloi të këndoj një dy. Këndoj aty, ë? Po, këndoj. Në dasëm. Në dasëm. O sa bukur. Po ai personi aty kush është? Jam unë. Çfarë fotim? Jam fare më. Po kush ka fotografuar ti? A se bëre ti foton? Jo, më do. Po kush e bëri foton? Po se di, se ishte edhe një fotograf tjetër, edhe unë kisha aparatin. E dikush tjetër edhe. Jo, Nertila ishte number 1, ishte number 1, ishte numri 1 atë kohë. Këtu jemi ne në 85-ën, 86-ën. 85-86. Do thënë sa ishte shkëputur Nertila. Kishte bërë atë, dalë mbi ujë. Filma jo me Bile edhe filma, po, edhe filma. Po këngëtare shumë e mirë, shumë e veçantë, edhe simpatike, skenike. Skenike ishte, po. Foto tjetër? S'kemi foto tjetër. Tani ka mund disa foto tjera. Për gjithë të punë që ti ke bërë, unë kam dhe CV-n tënde këtu, ore. S'ka fotograf që ka këtë CV plot për ty. Si shë mbushë kjo? Ti ke marrë disa çmime të tjera, jo vetëm atë që të ka dhënë. E para njerë, edhe Presidiumi i Kuvendit Popullor jep medalin Najn Frashëri. 24 tetor 1988. Kryetari, ky bie Ramiz Alia, ty paska dekoruar Ramiz Alia. Roland Tasho ka dekoruar Ramiz Alia. Po këto janë disa, kam përshtypjen që na dhanë të gjithëve ne punojësve që ishim tek Muzeu Enver Hoxhës. Prit, për punë të palodhur krijuese në realizimin e ekspozicional të Muzeut Enver Hoxha në Tiranë. Medalja Najn Frashëri. Po medalja Najn Frashëri si ishte e rëndësishme? Po me sa di unë e morën të gjithë me fjalë, nuk është. Nuk është se e morën vetëm ti. Jo. E morën të gjithë. E morën pothuajse të gjithë që kishin punuar aty. Kjo një. Tani, më thuaj diçka për këtë Hungarisë? Po. Atë kjo është një vlerësim me fjalë, nga presidenti hungares. Kjo. Po, ajo medalje.
Po. Ajo është një që i jep SHA 500 të huajve që kishin bërë diçka për vendin e tyre për Hungarinë. Dhe unë kisha bërë një 12-13 ekspozita fotografike për Budapestin në për Shqipëri. Kjo është medalje e argjend, thotë. Kështu që coin, domethënë është si para, kjo si monedhë. Si monedhë e argjend. Në 1000, në përvjetorin e 1000, thotë të shtetit, thotë. Po. Wow. Shumë interesant. Është një vlerësim që ma jep shteti hungares. Po, shumë interesant. Jam dhe si mik i Hungarisë, më ftojnë gjithmonë dhe njëkohësisht me ekspozita dhe vitin që kaloi bërë një cikël ekspozitash në për Shqipëri, gjithmonë me foto nga Budapest. Shumë interesante. Dhe kjo ajo është firma e presidentit. Janoš Ador, presidenti hungares. Presidenti i Republikës Hungarisë. Bravo, Lëndë. Është një vlerësim që unë e vlerësoj edhe shumë interesante, shumë interesante. Tani, mbas të 10-s, çfarë ke fotografuar? Po, si personazhe flas. Ja, kemi edhe këtë Tirana. Ore, unë shikoj më shumë ti vetëm këtë ke të Tiranës? Jo, vetëm atë kam. Po të tjerë ti ke të jashtme të gjitha. Jo, kështu pastaj po pse? Unë vlerësimet edhe publikimet i kam vetëm me të huaj. Po pse? Nuk të vlerësoj këtu. Këtu mbas është i çik vështirë kjo pjesa e fotografisë dhe shumë mirë që ndodhi kjo me bashkinë si ishte Lana si e sot, ha? Po. E kanë harruar Orlando? Harrohet. Në kjo është e keqe që harrohet shpejt. Po. Kur i fotografon Roland tash nuk harrohet më pas. Dhe shqyr që është fotografia e Land që të kujton edhe të mos kthehesh më ke. Sa e bukur kjo, u bë dhe ur atje. Shumë e bukur, shumë. Si ishte si është, Po. Edhe kjo tjetër si ishte si është shumë e bukur. Po Lana. Po. Këtë qëllimi fjalë si ishte në vitet 2000, dhe si u transformua me fjalë që neve, është i njëjti vend Land, i njëjti vend aty ku kalove ti, është i njëjti pozicion. Dhe pak vete e din që kishte këto ndërtime në LAN. Po. Shiko. Edhe aty është njëti pozicion, një që po e filmon, kjo vajzë që po e fotografon, LAN-ën. Cila ka qenë fotografia më e dhimbshme, më kështu, domethënë që domethënë e ke bërë në kushte se ti pate përvojë edhe duke qenë si fotoreporter gazete? Po se ti kështu si periudha me fjalë, ajo ishte entuziaste me fjalë, 90-91, nuk përtoje, fotografoje, derisa ngjitesh e ke. Po më e dhimbshme, më ashtu ishte edhe kjo 99 e Kosovës me fjalë. E Kosovë, po 97-a? 97-a. Ke foto? Kam fotografi. Po? Edhe të mira se nxjerrte vetë ambienti, si më thënë, por ishte kjo Land që nuk të bëhesh, nuk ishte si 91-92, se ishte si t'ia futë vetes, nuk ishte kështu, jo ndrim, ishte një çik me veten e kishim ne. Kam dhe fotografin Lushnje, kam kudo fotografi të 97-s, me tanket të për rrugë, me kudo. I ke, ha? I kam, sepse reporter, gazetar atë periudhë. Tani këto janë tualetet të... Po, është një njëjti vend, me fjalë. Po sos janë tualetet? Jo, s'janë pra, si ishte dhe si është. Ka pas tualetet, se ka pas tualetet edhe te Partizani pa jo. Po. Kujtohet banjat publike. Nga këta të huajta otha pas keni metroju, se pa që dilin njerëzit. Që dilin metro, ha? E dilin si metro. Wow. Ishe shumë bukur. Edhe kjo që nga e bukur si tregtojshin mollët dhe si trajtojshin. Wow, shumë e bukur kjo Lantash. Shumë e bukur. Shumë e bukur kjo. Po, mua po më befason kjo si ishte si është shumë e bukur kjo. Po, këtë të figurave, Landi, figurave të njohura shqiptare në përbot, se këtu e ke atë ti që e Magellan. Po, aty e kam e fjallë, edhe e më njitë ta ka shkruar John Withers
ambasadori, ai të ka shkruar parathënien. Parathënien, po. Po, dhe kë ke fotografuar këtu? Të gjithë ja, Anthony Athanas. Ke qenë atje në Pierrefort? Atje, ka Pierrefort. Po, Ferit Murati, nobelisti i Viagrës. Fotografuar këtu, po, Sten Dragotin. Joseph Dioguardi, Gio Dioguardi, Chiara Bia. Elez Bibera, bashkë me zërin e Amerikës. Fantastike fare, fantastike fare. Mund të thuash, keni një histori interesante nga këta? Po thuaj se ti i di shumë mirë, për shumë, jam me këtë për shumë. Van Cristo dhe Jane. I përshëndesin Jane, se Van Cristo ka ndruar jetë, ka vite, po Jane është një njeri e zakonshëm. Edhe Bardyl Tirana. Edhe ky është personazh i zakonshëm. Keni një histori të veçantë? Po me këta kam histori. Me kë? Po thuaj se me këtë Bardylin. Bardylin, çfarë? Sepse më pritën me aq fisnikëri. Edhe me këtë, po thuaj se me të gjithë ke një histori. Tani më thuaj diçka për Bleona Qerretin. I shkoj këtij të Fadilit, bile si kam qenë 2-3 herë atje në studio. Ky po e fotografonte kur në moment që sa më pa mua, nga që një feshim pak, kur shef një shqiptar atje në vend të huaj, një tart me vrap më përqafoi, ky filloi të bërtiste, mos më prishë makiazhin, më prishë më këtë Feriti, ky Fadili. Na tha po shife juve, tha të vini, tha në mes të ciklit, tha ç'të bëjnë, tha le Landi pa përqafu, tha Bleona. I tha Bleona? Bleona. E la Bleona, e la Fadil Berishën dhe erdi... Dhe pastaj vazhdojnë ciklin prap. Bleona. Fadili ishte një personazh shumë interesant atje. Ke fotografuar Big Saliun? Big Sali. Shumë interesant. Është duket ambasador Maqedonit është. Po, është ambasador Maqedonit, se ishte ka punuar këtu. Ka punuar këtu. Gjatë kohës. Nikola Pano? Nikola Pano ishte shkuan dhe në Kolonjë, ishte bërë. O, sa mirë ke bërë Ekrem Bardha dhe Donika Bardha. Donikën këtu te pjaca? Po, te varri i Fanolist. Po, këta Detvugajt? Po, i kam gjetur atje në qëndrova gati 3 muaj në Amerikë. 3 muaj që bërë gjitha? Pa që bërë gjithë të cikë. Artur Liolinin? Pa tjetër. Ke një histori me Artur Liolinin? Kam. Sepse shkoja, her pas here, unë kisha dhe më përpara, kisha një letër këmbim, dhe në një moment i them më ndihmoj për këto, për gjetjen e personazheve, dhe në një moment i them që atë them dua të fotografoj dhe disa artistë, i them këtu. Po? Edhe tha, nuk kemi artistë këtu, tha. Po pse ta shoh? S'ka para ata artistët. Këtu duhet të jesh nivele të larta fare, nuk ka. Edhe po të shohësh shumë artistë që ikën nga Shqipëria për të bërë art atje, u klasifikuan ose ngelen në klasë. Ti ke fotografuar dhe aktorën e Hollywoodit Eliza Dushku? Eliza Dushku e prezantorin e tje. Keni histori në detaj me Elizën, thjesht e fotografuar? Me këtë kam histori për shumë, në qërë volontarja të ky, dhe po ta lexosh aty sipër lexon Apovini. Apovini Grill. Apovini. A jeni duke ardhur? A jeni duke ardhur. Shumë Titull interesant. Po me Peter Lukas? Po edhe ky. Edhe ky ishte dashamirës. Po me Vebi Barjamin? Një gazetar i jashtëzakonshëm. Një kështu një pak katër mbetje. Se më tha mu, tha po këtë gjë po e bëj dhe unë, tha. Por ai po bënte një libër me shqiptarët e Amerikës. Kam atë libër shumë. Me para, se më thënë ai kërkonte personazheve, të paguajë. Ndërsa unë kisha të financuar projektin edhe ka shkruar parathënien e tij, ka shkruar Ismail Kadare. Po. Po Joniata Barjaba, Po, këto janë pastaj studentë. Ilir Barjaba, si janë fëmijët e Kosës? Fëmijët e Kosës Barjabës? Po, i takoj atje. Shumë interesant. Edhe këtë djalin, edhe këta. Mora pastaj me studentët në Harvard, në Yale, në Stanford, kudo që ishin. Po, paske në Harvard, Fabio Dhurata Thanasi, ishin në Harvard? Në Harvard ishin me bursë një vjeçare, kështu pastaj ka këtu. Shumë interesant. Kristi në Yale. Shumë interesant. O, Dritan Nesho, djali i ambasadorit, Agim Neshës, edhe ky ishte... Ka mbaruar në Harvard, diplomuar në Harvard, i jashtëzakonshëm. E kam intervistuar, i jashtëzakonshëm ishte. Ta vjen keq, sepse të gjithë këta, e kam thënë, edhe ke parathënia, e kanë kokën mbrap aty. Donin të vinin me fjalë, por nuk gjentën shumë hapësira. Po çfarë të vi këtu Dritan Nesho dhe të marrë rrogën, të marrë rrogë po thëri 900.000 lekë? Ata duan të vinë këtu, ata duan për shkak që atje ku punojnë, të sjellin firmat e tyre këtu, të sjellin një kompani këtu në këtë aspekt. Kishina si Rama? Po, mik që nga greva. Po, që nga greva. Se ti e pak... O, Gosh Levonja!
Goshi. Ua, pas ke fotografi dhe Goshit? Mr. Levonja. Gosh Levonja, i gazetari jashtëzakonshëm. Qefi që e kam fotografuar dhe në mënyrën e vet, shumë me duara me këmbë. Po fiks ja, kështu fliste Goshi. Se erdhi kjo tha se ka luam këtej, ka bëm këtej. Ishte i pa parë me fjalë. Dhe kur pa Kristiana Mampur u fut në redaksinë e Kosën tha, çuna tha, dhe ja bëri kështu tha. Kemi luftë tha. Ne me lot kemi qenë. Kemi luftë tha, ku shkon kjo tha ka luftë. Do thonë e kuptoti në të shtatën. Kemi luftë tha. Goshi ka batutat edhe para 90-s, gjatë kohës që ishte. Edhe është i vetmi emigrant, ka ikur nuk është kthyer asnjëherë. Së shpjo asnjëherë. Asnjëherë. Nuk kthehen thotë. Si ka mundsi? Si revolt është, si revolt. Edhe kishte shumë veprimtari, ishte shumë i njohur këtu, sidomos në një nga njerëzit më të mendshëm, një nga njerëzit më të. Ermonela Jaune pas ke fotografuar në New York. Po në New York, në Itali, në Tiranë. Shumë interesante. Shumë interesante. Edhe këta familjes Derhemi, po shumë nga shqiptarët, edhe këta të pas 90-s. Olsi Rama pas ke fotografuar këtu? Po, Olsi Rama ku ishte në Detroit, diku atje në një spital ku punonte. Michigan, po. Ja, këtu, Olsi, ku ishte në Amerikë, Në Amerikë, po. Olsi Rama. Ishte një spital kundra me smundjen e kancerit, atje punonte. Unë e fotografova një ditë përpara bashkë me Auronin kur mora vesh ku punonte, hajde të fashëm të fotografojmë atje në dhe Kaman Qipi, këtë kam njohur bashkëshortën e këtij. Mjek shumë i njohur, Kaman Qipi. Po. Du t'ishe nga Vlora, mos gaboj? Nuk nga Vlora. Kur zbriti atje, ishte në operacion e sipër, i çik Hoqi Dorezat, sepse ti e ke parasysh është atje, Hoqi Dorezat doli fotografi unë gjithë prapë në operacion. Kam njohur bashkëshortën e tij. Më duket se është atje, e ke atje dhe bashkëshortën. Dhe piromani me Pavlinën. Në unë Priftin, Bashkim Ahmetin, Gjokaxhiun, Leonardin, dhe Skënder Gegën atje me djalin. Dhe unë e kam taku Skënderin në Amerikë. Ai djalin gjatë shumë atit futbollistit Kaka. Si Kaka, luan të çik futboll edhe. Ja mo Adela, bashkëshortja e Kamanit. E Kamanit, po. Adela, nëse na ndjek të përshëndes, se e kam njohur në Amerikë kur kam qenë 3 muaj atje. Jo, në Boston, ishim në Boston atëherë. Ishte një projekt. Dhe të përshëndes Adela nëse na ndjek. Edhe Adela shumë interesante, shumë personazh interesant. Bravo. Gjithë tamo. Magellani fotografist, nuk po vazhdojmë. Ja ka thënë atë tash. Magellani fotografist. Mbeti ajo. Roland Tasho, gjithë këto vlerësime që të ka bërë Bashkia e Gjirokastrës, presidenti i Hungarisë, presidenti i Shqipërisë, Ramiz Alia, parasisë aty ka ideologji pak, por nga më të bukurat ke Kadaren, ke shkruaj vepra. Edhe këtë vlerësimin që mora nga Bashkia e Gjirokastrës. Ajo patjetër thashë parë. Ajo një karrige përshkrimtare. Edhe karrige është elitare. Po edhe këta që ai Speak Albanian është shumë e bukur, po edhe Tirana si ishte si është. Roland Tasho, të falenderoj shumë për këtë bisedë të këndshme, interesante dhe që kënaqem se thyejmë atë të lajmeve të politikës, intervistave të politikës, ato sherret, të falenderoj shumë. Edhe unë të falenderoj Lan, sepse ti duke ma ditur punën ose duke ikin minutat shpejt edhe nuk e ndjen peshën e emisionit, shpejt një fjalë. Të rrjedh goja, sepse ma bën të lehtë emisionin. Faleminderit. Faleminderit edhe një herë. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni për sot, publicitet nga Roland Qafoku, mirupafshim. Për herë të parë në Shqipëri dhe Evropë, përmes aplikacionit i reja, zhvilluar nga Akinvest, mund të dërgoni para me MoneyGram në të gjithë botën, direkt në telefoni juaj. Dhe kjo do të kushtojë sa gjysmën e komisionit që do të paguanit nëse ju do të shkonit në çdo sportel. Mjafton të shkarkoni aplikacionin e reja për Android dhe iPhone, të regjistrojeni si klient dhe me njëherë do të dërgoni para në të gjithë botën, me MoneyGram vetëm me gjysmën e komisionit. Bëj zgjedhjen e zgjuar, dërgo para me MoneyGram në aplikacionin e reja.